Radio Radio Shkupi, Radio Malizi, Shkupi. Programi i përbashkët me zhvillimet që tejkalojnë kufinë shtetëror. Shkupi. Përshëndetje të nderuar dëgjues të Radio Kosovës, Radio Tiranës, Radio Shkupit e Radios Malizi. Po takohemi si zakonisht çdo të njëjtën në emisionin ton të përbashkët, katër radio tona publike në emisionin Pa Kufi. Kemi zgjedhur sot të flasim për vaksinimin kundër gripit sezonal dhe për rëndësinë e vaksinimit në përgjithësi. Unë jam Mirvete Uka, këtu në studion e Radio Kosovës kam ftuar doktor Valdet Hashanin, drejtori i Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare në Prishtinë. Doktor, mirë se erdhe dhe të faleminderit shumë për kohën. Përshëndetje, faleminderit për ftesën, është kënaqësi. Faleminderit shumë edhe një herë. Atëherë do lidhemi më një herë me Radio Tiranën me kolegun tim Jaho Marxheka, ai ka ftuar doktor Dritan Ulçinakun në studion e tij. Jaho? Po dëgjohemi Mirvete, përshëndetje për ju, për të ftuarin tuaj, për të gjithë kolegët dhe të ftuarit e tyre në studiot e tjera dhe për të gjithë dëgjuesit që po na ndjekin sot në Pa Kufi. Ashtu siç thatë edhe ju, unë tani jam në studio me të ftuarin tim, profesorin e asociuar doktor Dritan Ulçinaku, pedagog në drejtori Institutit të Shëndetit Publik në Tiranë. Profesor Ulçinaku, faleminderit shumë që erdhet. Si gjithmonë kënaqësi për ftesën. Faleminderit. Ju falenderoj shumë doktor. Do lidhemi me Mehmet Ali Jusufin në studion e Radio Shkupit. Ata kanë përgatitur sot një kronik bashkëbisedë me doktor Visar Muçën, nëse nuk gaboj. Mehmet Ali. Përshëndetje Mirvete, ashtu siç potencoj, domethënë gazetarët, grupi gazetarëve që ndjekin mjekësinë kanë përgatitur një kronik me doktorin Visar Muçë. Atë do ta emitojmë domethënë përpara kronikës Malizi. Po, patjetër Mehmet Ali. Ndërkohë në Podgoris, kolegja jon Diana Dukaj ka përgatitur kronik duke biseduar për këtë temë me doktor Kristian Lulxhurajn. Kronikën e Podgorisës do ta transmetojmë ka mesi i emisionit tonë, ndërkohë që ne do fillojmë bisedën këtu me profesor Valdet Hashanin në studion e Radio Kosovës. Doktor, çfarë është gripi sezonal në përgjithësi dhe cila është rëndësia e këtij vaksinimi? Përshëndetje për ju, edhe një herë për kolegët në katër qendrat e lartcekura. Është kënaqësi të jem sot dhe do të mundohem që prononcimet ose ligjërimet tona t'i kemi në nivelin për dëgjuesit tanë të katër shteteve respektive dhe do të mundohemi që fjalorin mjekësisë ta zbusim dhe ta përdorim më tepër. Që të jetë sa më i kapshëm për audiencën tonë shumë të respektuar. Kjo vaksina siç e përmendet, ashtu quhet edhe vaksinë sezonale, me që përgatitet për secilin sezon, domthonë për vitin gjelës. Si vjet me 1 tetor në Prishtinë, respektivisht në gjitha qendrat kryesore të mjekësisë familjare, Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik i ka pajisur me vaksinën sezonale të sezonit 2025-26, e cila është vaksinë 4 valente, që nënkupton se i ka 2 shtandet, edhe viruset A dhe B, 2 nga virusi A, 2 nga virusi B. Shtandet janë grupacione të viruseve të cilat klasifikohen këtë, dhe për me qenë më e kapshme për dëgjuesit tanë, do të thonë me një vaksinë marrim imunizimin për 4 viruse të ndryshme, do të thonë 2A dhe 2B. Çka janë realisht vaksinat? Janë preparate biologjike të cilat përgatisin ose sistemin ton imunitar me prodhu antitrupa për mbrojtje nga ky virus, edhe këto janë specifike vetëm për këto 4 grupe, andaj edhe shumica e pacientëve që hezitojnë ta marrin, duhet me kuptu se ky imunizim bëhet për me u mbrojt për këtë sezon nga këto 4, po flasim për Kosovën, me që në shtetet tjera ka edhe komponenta tjera, ka 8 valenta apo edhe të tjera, po ne deri më tani e kemi 4 valentën, e cila është në përdorim në çdo sezon. Pra, qytetarët që vaksinohen marrin vaksinën për imunizim ndaj 4 llojeve të viruseve, ndërsa viruset tjerë mund të sulmojnë të njëjtin? Realisht to janë viruset të cilët janë në ngritje të imunitetit edhe për viruset të tjera në një nivel më të ulët ndoshta apo nivelin shumë më të ulët, me që specifikat e secilit virus janë, do të thonë, janë antitrupa specifik për atë virus. Në këtë kontekst, edhe këto viruse janë
të dobësuar ose të mbytura me qëllim që kur futen në organizëm ato vetëm me provokojnë prodhimin e antitrupave, po në asnjë mënyrë nuk shkaktojnë smundje. Andaj edhe kjo është një informacion. Nuk ka kundërefekt. Realisht nuk ka vaksinë e cila shkakton smundjen gjejse, Ajo është vaksinë e cila prodhon është ajo mënyra e prodhimit të ushtarëve, kur ne I themi po e zëm se ushtari që futet me këtë uniform është armiku jonë, e ne e fusim faktikisht nëpërmjet kësaj, me qenë më konkret, më vizual, edhe atëherë mbrohet organizmi specifikisht për këto 4 vaksina. Këto janë vaksinat, siç e përmenda, janë dobësuara, janë inaktive, ose edhe mund të jenë edhe të mbytura. Po flasëm për gripin sezonal, po kemi edhe vaksina të tjera të rregullta, të cilat nuk janë vetëm për viruset. Për pjesën tjetër do flasim pjesën e dytë e emisionit. Po gjithsesi, në kuadër të vaksinave, ju kujtohet para ca vitesh, me sa më kujtohet dikur viti 2010 ose 11, ka qenë AH1N1, një virus I cili gripi I shpesve apo I derit, si kanë qenë më herët. Ato vaksina në atë kohë kanë shkaktuar të veçanta në atë kohë dhe kanë shkaktuar vujtje të pacientëve më të mëdha, me që nuk ka qenë zbuluar vaksina. Rrezikshmëria ka qenë nivelisht më e lartë. Ashtu siç ka qenë po e zom COVID-19 para vaksinës. Me vaksinën COVID-19 tani kalon në gripet e rëndomta sezonale, por nuk futet. Imunizimi për A1 dhe N1 tani është futur brenda vaksinës së gripit sezonal. Dhe personat që marrin këtë vaksinë janë të mbrojtur edhe nga A1 N1. AH1N1 ose është tjetra që është H3N2 ose 2B shtande, dhe vonë të gjitha këto vaksina janë të futura në një vaksinë dhe pacientët tonë ose qytetarët tonë të gjitha moshave, nga mosha 3 mujore deri në moshën pa kufi, mund të vaksinohen, mirë po me disa specifika, cilat sigurisht gjatë bisedës do t'i diskutojmë kush janë personat ma vulnerabil, kategoritë të cilat do të vaksinohen, ose edhe punëtor shëndetësor, me që janë porta e parë e kontaktit me pacientët. Sigurisht. Kemi dëgjuar shpesh njerëzit të thonë se e mora vaksinën e megjithatë më ra gripi. Është kjo arsyeja se është prekur nga një virus tjetër, apo s'është arritur imuniteti I plot, apo mund të preken pacientët po e kalojnë më lehtë? Cila nga këto të trija? Për me arrit vaksinimin, inkubacionin, smundja duhet me qenë jo infektive. Qose pacienti veç ka qenë në fazën e inkubimit dhe është vaksinuar, vaksina ka ndikim shumë më të dot. Qose vaksina është dhënë para se me pas indikacione, pikërisht për shkak të kësaj ne kemi në qendrat tona të mjekësisë familjare në kuadër të çdo njësie të vaksinimit. Si informacion, qendra kryesore e mjekësisë familjare ka edhe 17 qendra mjekësisë familjare të distribuara në nivel të kryeqytetit të Prishtinës në mënyrë të jashtëzakonisht mirë, edhe secili qytetar I asaj lagje, asaj pjese vaksinohet në ato njësi. I kemi 2 qendra që nuk I kemi në funksion për shkaqe subjektive, po 15 qendra janë përfshirë edhe ÇKMF në Prishtinë. Jemi pikërisht në gjatë fazës së këtij procesi, prandaj edhe po e bëjmë këtë emision. Ka filluar me 1 tetor, zakonisht fillon me 30 shtator ose 1 tetor, edhe është si fazë e fillimit. Cilat kategori janë më të rrezikuara dhe kanë përparësi për të marrë më shpejt? Realisht java e parë, ditët e para kemi një fluks të madh të pacientëve nga gjitha moshat. Është për shkak se mendojnë, po flasim në periudhën para një dekade, kem pas probleme me sasinë e vaksinimit. Tani mo nuk kemi. Kosova ka sasi të mjaftueshme të vaksinave, si informacion ndoshta për audiencën. Është falas. Për të gjitha kategoritë dhe 11.000 vaksina ne I shpenzojmë në Prishtinë, në kryeqytet, brenda sezonës dhe mund të shpenzojmë edhe më tepër, me që Instituti Kombëtar I Shëndetit Publik në Kosovë ka sasi të mjaftueshme të vaksinave. Mirë po, është bërë si traditë tani, dikon 11.000-12.000 vaksina shpenzohen gjatë një sezone dhe janë të mjaftueshme për të gjitha kategoritë. Cilat kategori vaksinohen ose nevojitet vaksinohen sipas rendit ose sipas rëndësisë. Jo ose për shkak se është fluksi I madh, kush ka përparësi? Realisht vetëm pritja është çështje, se nuk të gjithë vaksinohen. Ne I kemi I përmenda këtu 15 qendra të pajisura me mjek familjar dhe me infermiere, të cilat janë të trajnuara për vaksinim dhe janë infermiere vetëm të vaksinimit. Do të thonë rëndësia
mundësia e jashtëzakonshme që i kem dhënë vaksinimit, ne i kem specializu ato infermiere për vaksinim. Edhe nuk i ngucim ose nuk i tërheqim në qendrat ose njësi tjera, me që ne gjatë gjithë vitit bëjmë vaksinimin jo vetëm të gripit sezonal, por edhe të kalendarit të rregullt të vaksinimit, i cili është konform legjislacionit në fuqi, do të fëmijët të cilët vaksinohen deri me kryerjen e shkollës së mesme, dini kur përfundon kjo kalendari i vaksinimit, ndërsa në cilat kategori hyjnë, do të thonë fëmijë deri në 3 vjet, gratë shtatzona, punëtorë shëndetësor, personeli shëndetësor në përgjithësi, pacientët të cilët kanë sëmundje kronike dhe kanë imunitet të komprometuar ose imunitet të dot, personat të cilët kanë moshën mbi 65 vjeçare ose 70 vjeçare, varësisht prej vendeve ose shteteve ka edhe indikacione të tjera. Mirë, po këto janë ato. Po për fëmijët deri në 3 vjet, pse a nuk kanë ata një kalendar të posaçëm për moshën e tyre? Në kalendar në rregull fillojnë nga, domethënë me lindjen e marrin BCG-n dhe hepatitin B, pastaj vazhdojnë në muajin e 3 kështu me radhë, po 3 muajt e parë, 3 vitet e para mendohet se për çështjen e vaksinës së gripit nuk ka indikacione që duhet të vaksinohen, me që ata kanë edhe një imunitet i cili është latent ose i përcjellur nga nëna. Mirë, po realisht këto janë indikacione të cilat kanë ardhur nga institucionet shumë relevante, si vjet po e zom, e kem këtë vaksinën e cila është nga Holanda, nga një s'po përmend institutin, me që nuk po bëjmë reklam, po është me të vërtet institucion jashtëzakonisht prestigjioz. Ka mjaftueshëm, i kemi, siç u thash, 11.000 në stok, i kemi marr, 7.000 gati i kemi harxhu. Mundi me marr parasysh se muaji i parë, i tetorit është vetëm 4.000 kanë mbetur. Jo, nuk ka problem, ashtu siç thash më lart, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka sasi të mjaftueshme. Ne edhe ftojmë, jo vetëm ftojmë qytetarët që marrin vaksinën, nuk ka asnjë anë negative. Është mirë për të gjitha moshat. Është falas dhe realisht komplikacioni vetëm ose indikacioni që mund të jap është një dhimbje në vendin e shpuarjes ose një temperaturë lehtë, e cila me pesetat tota ose me një analgjetik mund të kaloj. Si vjet ndoshta është edhe kjo mirë me UCEK. Këtë pjesë, rekomandim i këtij instituti holandez ka qenë që përpos ata persona, domthon kush është kundër indikacion që nuk mund të merr, janë ato që janë generale, domthon ata që kanë alergji në vezë, në penlat të shpezve, në produktet proteinike të mishit të bardhë, e kështu me radhë të shpezve, nuk marrin vaksina, se janë indikacione generale. Mirë, po si vjet ka ardhur për këtë vaksinë që i shtrohen se cilit pacient këto para se të marrë vaksinë nëse ka këto lloje të alergjive. Pikërisht për shkak edhe për këtë tash që kemi mjekun aty i cili kontrollon dhe bën anamnezën shëndetësore të secilit pacient ose heteroanamnezë për fëmijën i cili nuk flet, dhe këtë vit na ka ardhur informacioni që duhet të pyeten pacientët edhe në alergji në gentamicin. Gjithsesi pacientët nuk rekomandohet, po nuk do të thotë që asesin në asnjë mënyrë, po nuk rekomandohet të jepet vetëm për këtë vit, ka qenë për këtë sezon. Për vitet e ardhshme do të shoh. Dhe i fundit fare për këtë pjesë dhe shumë shkurt, do të thotë pacientët, nëse mund ta quajmë pacient se këta janë njerëz të shnojë që shkojnë, qytetarët që janë të interesuar për të marrë këtë vaksinë dhe që duhet ta marrin këtë vaksinë, thjesht duhet të shkojnë të drejtohen tek qendra e mjekësisë familjare e më afërt në lagjen e tyre. Pikërisht. Dhe të tjerë pastaj i kryen personeli shëndetësor. Faleminderit shumë doktor, do të kalojmë fjalën tek Radio Tirana tani tek kolegu im Jaho Margjika me të ftuarin e tij dhe kështu do të vazhdojmë edhe në studio tjera. Jaho? Faleminderit, mirëvete. Vazhdojmë bisedën këtu në Radio Tirana me të ftuarin ton, profesorin asociuar doktor Dritan Ulqinakun. Doktor, me uljen e temperaturave natyrisht rritet edhe rreziku i përhapjes virozave stinore. Pra doja të vazhdonim të flisnim për gripin sezonal dhe të përqendrohemi tek situata epidemiologjike në vendin ton momentalisht, pasi ju jeni dhe nëndrejtori i Institutit Shëndetit Publik dhe këto informacione i keni në tavolinë çdo ditë, besoj. I kemi të përjavshme, të themi, ne kemi një sistem mbikëqyrje survejancë të shtrirë në të gjithë vendin. Dhe një herë në javë ne marrim informacion nga të gjitha qendrat shëndetësore në mbar Shqipërinë dhe kryesisht për gripin që futet tek infeksionet respiratore të sipërme. Momentalisht mund të them që jemi në një situatë të qetë, nuk është se presim një shtim në ditët në vijim. Kjo nisur dhe nga statistikat e viteve të kaluara. Në memorin time mbaj mend që vetëm domethënë këto 10 vite e fundit vetëm një herë
ne kemi pasur fillimin e epidemisë së gripit në muajin nëntor, ndërsa në vitet e tjera kryesisht ka qenë në fillim vitit, pra muajt janar, shkurt deri në mars, deri në mesin e muajit mars. Kjo s'do të thotë që ne duhet të neglizhojmë vaksinimin, e dëgjova me shumë kurreshtje kolegun nga Prishtina. Janë të njëjtat gjëra që tha kolegu, janë edhe në të vlefshme. Po, për shembull kategoritë që preken më lehtë, ato që do të kenë më shumë kujdes, etj. Pra, edhe një fëmijët moshuarit. Kategoritë pa diskutim janë fëmijët deri në 5 vjeç, janë nga shtazana dhe mosha e tretë në kategorinë e personave të shëndetshëm. Pastaj pa diskutim të gjithë personat të cilët kanë smundje kronike janë të lutur që ta aplikojnë këtë vaksinë, sepse dihet që gripi është një smundje sistemike që prek të gjithë sistemet, të gjithë organet dhe është një vuajtje shumë e madhe për 24 deri në 72 orë. Pra gripi është një stuhi e fortë e cila në momentin që ti je i pambrojtur mund të shkaktojë dëme në të gjitha organet, mund të rriskojë edhe jetën e personave. Prandaj ne i ftojmë të gjitha këto kategoritë që të afrohen pranë qendrave shëndetësore. Ne kemi që në muajin shtator që kemi shpërndar vaksinën e gripit. Për hir të vërtetës duhet të them që ka një sasi të konsiderueshme dhe që plotson nevojat. Ne besoj që po, bazuar në statistikat e vjetshme, ne pothuajse çdo vit kemi, duke pasur edhe ecurinë e mirë, ne kemi rritur çdo vit sasinë e dozave të vaksinës. Si vjet ne kemi marrë 280.000 doza, të cilat janë shpërndarë në të gjithë Republikën. Pra, ndoshta nevojat nuk mbulojnë 100%, por kaq janë kërkesat, sepse ne dimë shumë mirë që ka shumë individë të cilët nuk preferojnë të vaksinohen. Cilët janë këto? Ndoshta moshat më të mëdha, sepse në dijenin time moshat fëmijët vaksinohen në qendrat shëndetësore edhe si të thuash me këmbguljen ose edhe gati me detyrim, apo si të thuash? Jo, pa diskutim që vaksina e gripit nuk është pjesë e kalendarit të detyrueshëm të fëmijëve. Por është fakultative, pra ne i lusim të gjithë kategoritë e qytetarëve, të cilët këto kategori që unë përmend duke filluar thash nga 3 moshat më delikate që janë nga shtazana, fëmijët deri në 5 vjeç dhe moshën mbi 65 vjeç, të personeli shëndetësor absolutisht është i pari që duhet të kuptojë rëndësinë e vaksinimit, për veten e vetme që siç e përmendën kolegu nga Prishtina, është i pari që ekspozohet kundrejt personave që kanë shenjat e gripit dhe rrjedhimisht do infektohet, do jenë të parë që do infektohen, dhe mos të gjitha kategoritë e tjera. Vaksina është falas, aplikohet në qendra shëndetësore nga personel i kualifikuar. Nuk besoj që të ketë, pavarësisht se është gjithmonë fillimi, janë ato më aktivët që shkojnë dhe marrin vaksinën. Aktualisht ne kemi konsumuar rreth 60% të stokut. Besoj që do arrim në nivelet më të larta se vitet e tjera dhe shpresojmë që mos kemi probleme të mëdha në momentin që epidemia e rrallës do të rrokasë në vendin tonë. Gripi është gjithmonë i njëjtë apo ka variable, ka domethënë si të thuash viruse të ndryshme? Virusi i gripit është karakteristik thash. Edhe ne kemi 4 valente vaksinën tonë, njësoj si kolegët në Prishtinë, besoj edhe në Maltezi dhe në Maqedoni është e një vaksinë 4 valente. Por virusi i gripit ka të veçantinë që çdo vit bën ato që ne i quajmë në gjuhën mjekësore driftet e veta, pra ndryshon strukturën antigenike të veta. Ne mundohemi që ta përfshim, t'i dalim përpara, por për hir të vërtetës duhet të themi që natyra është gjithmonë një hap përpara shkencës. Nëse ne arrim të amortizojmë 60-70% të efekteve të gripit, themi që jemi të suksesshëm. Pra, edhe efikasiteti i vaksinave në këto nivele shkon 65, 70, 75%, pra që tregon që edhe personat e vaksinuar në 30-35% rasteve mund të kalojnë gripin përsëri, po sigurisht
me shenja më të lehta në mënyrën më të këndshme, më të mirë, dhe ideja është të mos na nënshtrohemi nga gripi. A ka grip të lehtë dhe grip, si të thuash, më të vështirë apo? Jo. Gripi lehtë, ne shpesh të themi e kalova lehtë gripin. Ai nuk është grip. Ato janë rrufat e stinës. Ose mund të jetë viruset e tjera të ngjashme, katari stinor që e quaj, mund të jetë edhe Covid. Edhe Covidi, si thua, është bërë më i lehtë se gripi. Kur të kap gripi pa 2 ditë me temperaturë mbi 38.5-39 gradë nuk të lëshon. Pra gripi ka temperaturën si tregues. Domethënë ajo që është treguese për gripin është temperatura e lartë. Është temperatura e lartë. Pastaj pa diskutim që janë dhimbjet muskulare, dhimbjet e kokës dhe çdo gjë tjetër që mund të pritet. Po temperatura e lartë është e padiskutueshme në grip. Pra ky është gripi klasik. Dhe me çfarë duhet të trajtohet, doktor? Antipiretik kryesisht, pra kundër temperaturës, por analgjezik kundër dhimbjeve muskulare, ka dhe ilaçe antigripale, por kryesisht nuk është se efikasiteti i tyre gjithmonë është një kujdes, një çaj, një ndetë ngrohtë, ajrosja e dhomës me sa më shumë oksigjen, dhe gjithmonë kontakti me mjekun e familjes, sepse thash është një shtuhi e madhe që i vjen individit, si vjen ashtu dhe ikën, themi ne, por nga një herë mund të lejë dhe pasoja, prandaj kontakti me mjekun e familjes duhet të jetë absolutisht në momentin që ti je i prekur nga gripi, për të thënë ato veçantitë se çdo individ, çdo njeri është i veçantë në universin e vet. Pra ndryshon X-i nga Y-i, themi dhe nuk janë të njëjtë. Pasi e kalon dikush, nuk e kalon dikush tjetër, dhe prandaj kontakti me mjekësinë duhet të jetë gjithmonë prezant. Dhe këto ilaçe gjithmonë me recetën e mjekut, mjekut familjes, apo edhe mundesh në farmaci duke u konsultuar me në përgjithësi këto ilaçe që unë përmend janë ilaçe të cilat i jepet pa recetë. Momentin që ka komplikacione, absolutisht, si thosh, atëherë mund të fillojë edhe antibiotiku. Antibiotiku është absolutisht i detyruar të merret me recetën e mjekut, ose ilaçe të tjera të cilët mund ta gjykojë mjeku, të cilët i nevojitin atij individi. Por ilaçet bazike, pra këto antipiretike, aspirina, ibuprofeni apo paracetamoli, mund të merren pa problem dhe si thosh, pa këshillin e mjekut, momentin që trupi është i fortë, i përballon, por nuk duhet lënë, duhet tentuar me çdo forcë që të dominohet temperatura, sepse temperatura është si një zjarr i cili mund të prekë edhe organet e tjera dhe mund të ketë pasoja. E kur mund të themi që gripi na ka shkaktuar, apo kemi kaluar në komplikacion? Atëherë, komplikacioni më i shpeshtë është pyetje shumë e bukur. Komplikacioni më i shpeshtë është pa diskutim kalimi në rrugët e poshtme të frymarrjes. Pra, mund të fillojnë me bronkit, bronkiolit, deri laringit, deri në bronkopneumoni. Pra, kjo është, si thua, ajo rasti më komplikacioni më klasik, Por gripi mund të jetë fillimi edhe një shpërthimi të një diabeti, një smundje, një aritmie të zemrës, një probleme me syrin, ngacmon pothuajse të gjitha organet. Prandaj themi ne se është një infeksion sistemik i të gjithë organizmit. Thash, klasika ishte ajo që përmendëm, që kalon në rrugët e poshtme të frymarrjes, dhe gjithmonë mbas kalimit të epidemive ne kemi një rritje rreth 30-40% të infeksioneve të poshtme të rrugëve të frymarrjes. Pra që janë këto që sapo përmendëm, të cilët janë komplikacionet e gripit të drejtë për drejta. Tani gripi, thatë, e ka, si të thuash, atë valen e vet në janar, shkurt deri në mars. Po grip vera kemi? Grip vere ne quajmë norovirusin, i cili është më tepër një infeksion i gastrointestinal. Dhe nuk ka lidhje me, janë rrufat stinore, të cilët mund të kenë të lehta, por me që përmendet fjalën grip, ne lidhim me këtë lloj virusit, të cilët kryesisht shkakton shenjat e tjera, po jo ato klasike të gripit. Edhe një të fundit për këtë pjesë të parë. Thatë që po qarkullon edhe COVID-19 në një
mënyrë të lehtë ose në një formë për hir të vërtetës Covidi nuk ka ikur asnjëherë që kur ka ardhur. Pra që kur ka trokitur në derën e Shqipërisë në 9 mars të 2020-s, edhe deri sot ne kemi gjatë gjithë stinës dhe kjo është ndoshta ajo që me drejt ju thoni, po në verë. Si dallohet në verë gripi tjetër klasik për cilin folëm? Nuk dallohet, thasht, karakteristika e gripit është është temperatura e lartë. Llojit Covid. Ndërsa Covidi ka një temperaturë të moderuar, ka shenja më të moderuar, pra sot nuk është më ai Covidi që realisht të kap pulmonet dhe të mushkrit, po. Sot nuk i kafshon aq egër sa ishte në fillim dhe kjo është gjëja më pozitive. Shenjat e tjera janë tipike, janë që ka një dhimbje muskulore të tmerrshme ndoshta. Ka djersë të forta, pa ka dhe një temperaturë të moderuar. Por gjithmonë vullën është laboratori që vullën nëse është Covid apo është një infekcion tjetër. Faleminderit doktor Ulqinaku për këtë pjesë të bashkëbisedimit dhe do të jemi në pritje të bisedës kolegëve në studiot e tjera dhe do t'i rikthehemi përsëri pak më vonë bisedës. Po mirë vete. Koleg? Ja, po, ju dëgjojmë, faleminderit shumë. Do të kalojmë tani linjën tek Radio Shkupi me Medali? Po, mirë vete, u dëgjuam të propozoj kronikën e përgatitur nga Sebate Nuhiu, gazetare dhe njëherit edhe përgjegjëse e servisit tretë në Shkup. Përshëndetje të përzemërta nga Radio Shkupi. Është kënaqësi që sot përmes valeve tona lidhemi me miqtë dhe kolegët tanë nga Radio Tirana, Radio Prishtina dhe Radio i Malit të Zi. Ju uroj mirëseardhje në një tjetër val bashkëpunimi ku zëri ynë shtrihet përtej kufive për të sjellë më afër njerëzit, kulturat dhe historitë tona të përbashkëta. Në prag të sezonit të ri të gripit, Maqedonia e Veriut po përballet me një rritje të dukshme të rasteve të sëmundjeve të ngjashme me gripin, ndërkohë që autoritetet shëndetësore kanë nisur fushatën kombëtare të vaksinimit. Sipas Institutit të Shëndetësisë Publike, gjatë javëve të para të sezonit janë regjistruar rritje të ndjeshme të rasteve të reja me simptoma gripi, një rritje konsiderueshme krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Ministria e Shëndetësisë ka reaguar me një program të gjerë vaksinimi duke siguruar 80.000 doza të vaksinës 4 valente për sezonin 2025-2026. Megjithatë, mbulimi i përgjithshëm me vaksinën e gripit mbetet relativisht I ulët. Sipas të dhënave të Bankës Botërore, vetëm rreth 11% e personave mbi 65 vjeç janë vaksinuar në vitet e fundit, çka e vendos Maqedoninë e Veriut ndër vendet me mbulim më të ulët të vaksinimit sezonal në rajon. Ekspertet shëndetësor apelojnë për kujdes të shtuar, veçanërisht për grupet më të rrezikuara, fëmijët, të moshuarit, gratë, shtatzënë dhe personat me sëmundje kronike. Vaksinimi rekomandohet si mënyra më efikase për të parandaluar komplikimet e gripit dhe për të ulur ngarkesën mbi sistemin shëndetësor gjatë muajve të dimrit. Vaksinimi kundër gripit për sezonin 2024-2026 veçmë se ka filluar dhe zbatohet në shtëpitë e shëndetit dhe qendrat e shëndetit publik me njësitë e tyre rajonale dhe vaksinimi I punonjësve shëndetësor do të bëhet në Institutin e Shëndetit Publik. Caktimi I termineve për vaksinat falas bëhet nëpërmjet webfaqes www.vaksinacia.mk në Shkup. Vaksina është falas për grupet e senueshme të popullsisë ku bëjnë pjesë personat mbi 65 vjeç, personat me sëmundje kronike, astm, sëmundje të zemrës, veshkave, diabet, sëmundje metabolike, neurologjike, imunologjike dhe malinje. Fëmijët në moshë nga 6 muaj deri në 5 vjet, gratë, shtatzënë dhe punonjësit shëndetësor. Por çfarë është gripi dhe pse është e rëndësishme që të mbrohemi? Gripi është një sëmundje akute infektive, të cilën e shkakton virusi I influencës, I cili më shpesh prek traktin e sipërm respirator, hundën dhe fytyn, ndërsa në rastet më të rënda bronket. Edhe pse sëmundja tek shumica e njerëzve është relativisht e lehtë, tek grupet të caktuara mund të shkaktojë ndërlikime serioze, nevojën për hospitalizim dhe madje edhe vdekjen. Gripi transmetohet lehtësisht përmes kollës ose të shtitjes, si edhe përmes objekteve të kontaminuara. Simptomat shfaqen 1 deri në 4 ditë pas infektimit, ndërsa personi I infektuar mund të transmetojë virusin edhe para se të shfaqen simptomat.
Por pse duhet të vaksinohemi? Vaksina është mënyra më efikase dhe më e sigurt për të mbrojtur nga gripi dhe ndërlikimet e tij. Çdo vit vaksina përshtatet me llojet e virusit që qarkullojnë dhe ofrojnë mbrojtjen më të mirë të mundshme për sezonin e ardhshëm. Instituti i Shëndetit Publik në vendin ton u bën thirrje të gjithë qytetarëve, veçanërisht atyre që i përkasin grupeve të cenueshme, që të vaksinohen kundër gripit në kohën e dur. Ne vazhdim ne juftojmë të ndiqni edhe materialin që kemi përgatitur me mjekun Visar Muqa mbi rëndësinë, sigurinë e vaksinimit. Se sa është efekti i vaksinës kundër gripit e të moshuarit, askush nuk mund ta thotë me siguri të plotë. Mirë, sa duhet të marrë vaksina apo jo? Unë mendoj që po, sepse vaksina sadoqoftë ndikon në mbrojtje të trupit nga infeksioni. Duke marrë parasysh moshën dhe sëmundjet tjera që një i moshuar mund t'i ketë, gjasa për të patur komplikime të rënda nga gripi janë të mëdha. Prandaj mendoj që vaksina duhet marrur, por gjithashtu duhet kushtuar kujdes edhe mjekimit të momentit, ushqimit të pasur me hekur dhe proteine, marrjes së sasive të caktuara, të vitamineve të caktuara dhe normal kushteve higjienike. Në fillim duhet të thonë kjo se vaksinat kanë qenë ndër sukseset më të mëdha të mjekësisë moderne dhe shëndetit publik. Zhvillimi i vaksinave shumë efikase së bashku me programet e suksesshme të imunizimit kanë qenë në mbulim të lartë të vaksinimit që rezulton në parandalimin e vuajtjeve dhe vdekjeve nga sëmundjet e parandalueshme nga vakcinat. Disa sëmundje që dikur ishin vdekjepruese dhe fatale sot pothuajse janë në zhdukje pas procesit të vaksinimit. Si për shembull mund të përmendim tuberkulozin, poliomieliti, difteria, tetanozi, hepatiti B, hemofilia, meningokoku, fruthi, rubolla dhe disa të tjera. Në fakt vakcinat kanë aq sukses saqë shumë njerëz sot nuk kanë parë kurrë ose nuk kanë njohuri as pak për sëmundjet që vakcinat parandalojnë. Kjo ka krijuar edhe një mjedis ku shqetësimet për efektet e mundshme kanë ndikim të madh në pranimin e vaksinave, duke rezultuar dikuri që çon në rezultimin e uljes së mbulimit të vaksinave dhe rritjen e sëmundjeve të parandalueshme nga ata. Përmendet se ne sot jetojmë në botën e internetit, kjo gjë sa është pozitive din të jetë edhe negative. Ne sot ballafaqohemi edhe me një dukuri tjetër që është dukuria e dezinformatave në rrjetet sociale për sëmundje të ndryshme, për informata të ndryshme, gjë që din të ngjallë edhe mosbesim ndaj mjekëve për mënyrën se si ato bëjnë trajtimin e pacientit, apo din të ndikon edhe në ato që të kemi mosdisiplinim të vetë pacientëve për marrjen e terapisë për sëmundje të caktuara. Të gjithë kjo e bën punën tonë edhe më të ratë. Po prapë detyrë kemi që në çdo aspekt, në çdo mënyrë, në çdo rrethant të momentit, ne duhet të japim maksimumin për edukimin e pacientëve, dhënien e informatave për sëmundje të caktuar. Qarkullojnë edhe shumë dezinformata në lidhje me vakcinat. Disa bëhen nga çarje ndryshme antivakcinere, disa nga mosdija e mjaftueshme për vakcinat, e disa po edhe nga frika nga vakcinat. Si për shembull, disa nga mitet apo dezinformata që më shpesh apo më shumë janë prezente, mund t'i përmendim zakonisht ndodh mos vaksinimi për arsye se shumë sëmundje që kanë qenë prezente në vitet e mëparshme tash janë zhduk. Mit tjetër është që vakcinat nuk janë të sigurta apo nga arsye të ndryshme. Gjë që edhe kjo nuk është e saktë, sepse vakcinat janë një subjekt i ekzaminimit të gjatë, testeve të gjata që bëhen me vite e vite. E në këtë mënyrë kur arrihet siguria që vakcina të jepet, edhe efekti i vaksinës fillon. Çdo vakcinë apo grup vakcinash kontrollohet veçmas, ka protokolle strikte për vakcinat, të ndryshme se sa afat të përdorimit kanë ato, temperaturat ku mbahen ato, derisa të distribuohen në institutin ku duhet pastaj t'i marrin pacientët, fëmijët apo të rritur. Ka protokoll se si jepet vakcina, kur jepet dhe kur nuk duhet të jetë. Qëllimi i vaksinave është të parandalon infeksionet e caktuara, kështu që për të gjitha vakcinat roli i tyre është në mbrojtje të organizmit. Por mënyra se si ato reagojnë pasi aplikohen, kjo çdo herë është e njëjtë. Domethënë varet nga çfarë vakcine merr dhe atëherë dhe ndryshon edhe se si ato ndikojnë. Ekzistojnë protokolle se kur duhet anullohet një vakcinë, por një moment tjetër edhe se kur nuk duhet të merret një vaksinë e caktuar. Duke paraqitur nevojën për vaksinim, efektin pozitiv që e kanë vakcinat, por edhe duke bërë edukimin apo shpjegimin edhe të kundërindikacioneve të vaksinës. Me qëllim që edhe prindët, po edhe të moshuarit të vëdësohen për të mirat, por edhe për rrezikët apo efektet negative nga marrja apo edhe mosmarrja e vaksinës. Po ishe kjo kronikën që kishe përgatitur gazetarët Sebate Nuhiu, mirë vete? Deri shumë, dhe tani do transmetojmë kronikën e përgatitur nga Diana Dukaj në Podgorica, ajo ka biseduar me doktor Kristian Lulxhurajn, e ndjekim bashkë. Të nderuar kolegë, dëgjues të nderuar, mirë se takohemi edhe këtë javë. Ju përshëndesin nga studio e radios së Malit të Zi.
Unë sot kam mysafir mjekun Kristian Gjuraj, i cili do të na flasë për temën e sotme, pra për vaksinimin kundër gripit dhe sa jemi të mbrojtur këtë sezon. Po tani fillon domethënë sezoni i gripit, që të ka qenë nga tetori deri në maj, kjo është koha në cilën virusi ka influencës është më aktiv. Tani ka filluar pikërisht së dje, domethënë ka filluar vaksinimi kundër këtij virus, i cili zhvillohet pas organizohet në qendrën shëndetësore shtëpia e shëndetit dhe rekomandohet që të vaksinohen gjithë faktikisht, por sidomos pacientët të cilët janë më të rrezikuar për zhvilluar komplikime dhe bashkë me të nga raste të caktuara edhe komplikime të cilat mund të çojnë deri në vdekje, siç janë pacientët në moshën 9-5 vjeç, mbi 65 vjeç, pacientët me smundje kronike, sidomos ato të moshkrive, zemrës, por edhe smundjeve të tjera, qoftë nga dëmtimi që i bën smundja vepra, dëmton të imuniteti është më i dorësuar, por qoftë edhe nga trajtimi që mund të marrin pacientët për këtë smundje, pra ndikon që imuniteti të jetë më i dobët dhe ka pacientët ta përballojnë më vështirë këtë smundje. Cili është efekti i vaksinës dhe vaksina ndryshon nga viti në vit apo është njëjta vaksinë? Nëse ndryshon, pse? A do të thotë kjo që edhe viruset ndryshojnë nga viti në vit? Është saktë, nuk është çdo vit e njëjtë, kjo varet nga virusi i cili është në cirkulim. Është e rëndësishme që të vaksinohen për arsye se ulet mundësia e komplikimeve, pra për zhvilluar një klinikë më të rëndë dhe kjo është shumë e rëndësishme, sidomos pra për këtë kategorinë që sapo përmendim, që kanë më të rrezikuar për zhvilluar forma më të rënda të smundjes dhe në raste të caktuara pra që mund të përfundojnë në vdekje. Vjen të theksohet fakti se nga gjithë pacientët të cilët kanë vdekur, për shembull, vitin e kaluar nga virusi i gripit, pra asnjë nga ata nuk ka qenë vaksinuar. Kjo është edhe një fakt tjetër i cili tregon rëndësinë e vaksinimit. Mirë po, cili është qëllimi i vaksinës? Qëllimi i vaksinave është që mos zhvillohen komplikime, domethënë që të kalohet virusi sa më lehtë, sepse nuk do të thotë se nëse e merrni vaksinën se nuk do e keni edhe gripin, por ideja është të parandalojnë komplikimet dhe në klinikë sa më rënduar. Dhe është shumë efektive, domethënë kjo është fakti ka se vetë se është shumë e rëndësishme domethënë se të merret, sidomos tek personat të cilët janë në kategori të rrezikuara. Kur është koha më e përshtatshme për të vaksinuar? Po tani sa më parë të merret vaksina, aq më mirë është. Është imuniteti i saj i plot zhvillohet pas 2 javëve nga koha që marrën vaksinën dhe sa më parë që merret aq më suksesshëm, aq më mirë për pacientin. Gjithçka ka edhe anet anësore, mirë po cilat janë anet anësore të zakonshme pas vaksinimit? Anet anësore janë rara, por mund të ketë lodhje, mund të ketë dhimbje trupit, mund të ketë një temperaturë ndoshta pak më të lartë se normale, por që kalojnë zakonisht brenda 24 orëve, 48 orëve, gjithë ato kalojnë. Në raste të ralla mund ndodhen, nuk është diçka që ndodh tek çdo pacient, por që mund të ndodhen. Ju si mjek, sa jeni të kënaqur me përgjigjen e qytetarëve për të vaksinuar, pra për të mbrojtur veten nga viruset e ndryshme? Ka interesant. Domethënë sa dhe pak ka ndikimin e vetë dhe dezinformimet e ndryshme të cilat bëhen edhe ato tek një përqindje e caktuar ndikojnë, me të që të ngurojnë të marrin vakcinat, por besoj se ai numër sa ditës do vinë edhe duke rënë përsëri. Dhe pacientët të kuptojnë rëndësinë e këtyre vaksinave dhe rëndësinë e fjalës personave kompetent. Cila është mbrojtja më mirë nga viruset edhe për personat të cilët nuk vaksinohen? Çfarë ju rekomandoni ju të gjithë qytetarëve, pra të cilët edhe nuk vaksinohen, por edhe atyre të vaksinohen që të mbrohen? Cila është mbrojtja më mirë? Mbrojtja më mirë është mbahet distanca, sidomos me personat të cilat shfaqin simptoma. Vjen të theksohet se ky virus është më i transmetueshëm
3 ditët e para, domethënë të infeksionit, por në rast se pacienti është me imunitet të dobësuar, kjo periudhë mund të zgjatet akoma më tej, siç janë edhe tek fëmijët mund të jetë më zgjatë, domethënë transmetues të infeksionit, të mbahet maska sidomos në ambientet e mbyllura apo kur jemi pranë pacientëve, personave të cilët shfaqen këtë simptomatik, merren masa, domethënë për rritjen e imunitetit, qoftë përmes ushqimeve apo pijeve të cilat përmbajnë vitamina siç janë vitamina C, pashtu vitamina E, vitamina D, gjinku, janë disa nga elementet të cilat ndihmojnë në rritjen e imunitetit, po ashtu aktiviteti fizik, dhe janë disa masa të cilat mund ndihmojnë fare mirë për ta kaluar më lehtë këtë infeksion. E falenderoj mjekun Kristian Lëgjuraj për kohën që ndau për emisionin ton, e po ashtu edhe për informacionet e duhura se si të mbrohemi këtë sezon nga viruset të ndryshme. Ishte pra kjo dëgjues të nderuar e kolegë në Tiranë, Prishtinë, Shkup, kronika nga Radio Mali të Zi. Ju përshëndesim dhe ju urojmë çdo të mirë. Nga Podgorica për Pa Kufi, Diana Dukaj. Pra ndoqëm bashkë kronikën e përgatitur nga Diana Dukaj në studion e Malit të Zi në Podgoricë. Do të vazhdojmë bisedën këtu në studion e Radio Kosovës me profesorin Valdet Hashani. Profesor, të flasim pak për vetëdijsimin. Si shoqëri, në çfarë niveli të vetëdijsimit për rëndësinë e vaksinimit jemi? Pyetje shumë e rëndë. Nëse më lejohet si informacion para se të futem këtë temë, në vitin 2023 Kosova për herë të parë i ka futur në kuadër të kalendarit të vaksinimit edhe 3 vaksina të reja, pneumokokut, të rotavirusit dhe atë human papillomës, ose virusit të papillomës humane. Realisht këto janë 3 smundje të cilat janë jashtëzakonisht të rrezikshme. Vetëm si shkurt, pneumokoku shkakton meningjitë jashtëzakonisht rënda te fëmijët, me çka edhe mund të shkaktoj Se kjo tani është në kuadër të kalendarit të vaksinave të obligueshme. Po. Është në kuadër të kalendarit dhe jepet që nga viti 2023 në çdo cep të Kosovës. Pastaj rotaviruset, cilët jepet vetëm te fëmijët e vegjël. Te fëmijët e vegjël, në posalindurit. Është java e dytë dhe e katërt. Do të thonë i zën vetëm gjeneratat pasi është futur kjo në kalendar. Mirë, po si informacion me që më pyet, atëherë pneumokoku i jepet edhe për gjithë ata që janë të interesuar. Unë për shembull e kam marrë të 2 dozat, dozën e parë dhe të dytë, pas 3 ose 4 javë. Sepse doja të pyesja çka me fëmijët që kanë lindur më herët dhe nuk e kanë zënë këtë kohë. Kemë sasi të mjaftueshme të vaksinave, andaj edhe të gjithë ata të cilët kanë probleme me traktin respirator dhe smuhen shpesh, atëherë është mirë që të vaksinohen edhe me vaksinën e pneumokokut. Kuptohet pas një vizite të cilët do të bëjnë te mjeku i familjes. Rotavirus shkakton infeksione të cilat janë karakteristike me diare ose barqitje të mëdha me temperaturë. Që si vjet ka qenë bukur e shprehur? Nuk e dim, kanë qenë rotavirus, po gjithsesi kanë qenë gastroenteritë nga viroza të tjera. E thanë edhe parafolstemi, kolegët e nderuam, që zakonisht viruset kanë simptomatologji pak a shumë të njëjtë. Edhe vetëm me izolimin e tyre dhe domthonë në laboratore e dim se cili prej tyre ka qenë, për ndryshe simptomatologjia pak a shumë është e ngjashme, nëse atakojnë traktin gastrointestinal, kuptohet që tani manifestohen edhe me vjellje, barqitje etj. Po që edhe rotavirusi në kuadër të virusëve dhe është jashtëzakonisht efektiv. Nëse merret kjo vaksinë në moshën zakonisht 2 muaj dhe 4 muaj, kjo vaksinë arrin efektshmëri 98%, që është vonë jashtëzakonisht efektive. Ajo që ka bë buj në 2023-ën ka qenë për herë të parë në Kosovë është dhënë vaksina për human papillomën, virusin e human papillomës, i cili shkakton kancerinë e qafës së mitrës. E ke fjalën për vajzat 12 vjeçë fillimi i pubertetit dhe që është diskutuar mjaft. Bravo. Dhe ka qenë goxha e frekshme për prindrit e këtyre vajzave. Pikërisht. Edhe pse realisht Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik nëpërmjet profesionistëve shëndetësor, edhe mjekësia familjare kudo në Kosovë ka qenë shumë aktive në studio dhe në media, duke i treguar se qëllimi i dhënies vetëm të vajzave me këtë vaksinë në 2023-ën, domthonë në tetorin e vitit 2023, ka qenë pikërisht për shkak se kem pas mungesë të vaksinave e jo për shkak se kem ose kem bërë segregacion. Do të vajzat janë marrë si prioritet. Ashtu pra. Dhe jo për ndonjë arsye tjetër, sepse është dilema te prindit dhe është krejt normale. Nëse nuk ja jap vaksinën mos do të ketë efekt negativ, nëse ja jap do të jap përsëri mos do të ketë efekt negativ dhe kjo dilemë është shumë e vështirë për një prind. Patjetër, edhe si prind e kuptojmë secili prej nesh edhe pyetjet e tyre kanë qenë pse pikërisht është nda kjo. Në vende
përqindjet e rajonit, po flas për Kroacinë dhe Sloveninë, I kanë futur qysh herët edhe djemt, mirë po ne si vjet vitin e kaluar në fakt kemi futur edhe djemt, domethënë vajzat dhe djemt dhe vaksinohen të gjithë të moshës ashtu siç e cekët në moshën 12 vjeçare. Si po bëhet kjo në shkollë? Në klasën, në klasën e 6. Kjo bëhet në shkollë dhe si informacion në vitin 2023 ka qenë përqindja e vaksinimit 84%. Këtë vit është rrit në 88%. Po flasim gjithmonë për raportin nënmujor janar shtator, deri në fund të vitit zakonisht unë ndëgjova nga kolegët e Radio Shkupit, Maqedonisë Veriore, se përqindja e vaksinimit është e vogël, në Kosovë është përqindja jashtëzakonisht e lartë. Edhe kjo vaksinimi. Se këto fushatat vedisuese kanë dhënë efektin e tyre. Ka gjasa. Mirë po, ndoshta si informacion, në Kosovë niveli vaksinimit kalon 90%, gati në të gjitha vaksinat, e në vaksinën e gripit sezonale edhe 94-95%, që është një ndër përqindjet më të larta jo vetëm në rajon, por edhe më gjerë. Gjithashtu, si informacion shtesë, me që po futemi në këtë temën e dilemës së prindërve, në vitin 1998 më duket, një mjek anglez bën një studim me disa qindra mostra edhe del me një publikim në revistë prestigjioze se ka relacion ose ndërlidhje në mes të vaksinës së frutit dhe autizmit dhe ai nuk ishte vetëm autor, ishte edhe me koautor të tjerë, të cilët e shpërndoan një test me penla, siç thuhet, si dezinformat. Pastaj institucionet shumë prestigjioze amerikane dhe britaneze, me që edhe kuptohet I kanë institucionet që kanë edhe lek më shumë, filluan një studim jo me qindra pacient, po me miliona pacient dhe ai mjeku I apostrofuar më lart, ai ishte selektiv, me që e mori vetëm mostrat që I konvenojnë atij. U morën mostrat dhe asnjë lidhje nuk e gjetën këta hulumtust ose zbulust e vërtet, shkencëtarët e vërtet, nuk e gjetën në mes të vaksinës së frutit dhe autizmit. Fatkeqësisht, e vetmja vaksinë me që edhe e zgjata rreth kësaj çështje, e cila ka përqindjen më të ulët në Kosovë, është 62-3-4%, është vaksina e frutit. Pikërisht për shkak të këtij dezinformati. Kemi pasur raste të frutit. Kemi. Pikërisht për shkak të mosmarrjes së vaksinës, vitin e kaluar në Kosovë, siç na ka njoftuar Instituti Kombëtar I Shëndetit Publik të Kosovës, kemi pas 50 raste të frutit. Që janë paraqitur në disa qytete më specifike, në Prishtina ka pas shumë pak, por gjithsesi marrja e informatave jo të duhura nga personat jo të duhur sjell edhe në rezultatet të cilat I patëm, që është shqetësuese. Në shekullin e 21 të kemi epidemi ose të kemi infeksione me fruth është e patolerueshme. Smundje shekullit 20 apo ndoshta edhe më. Kjo realisht duhet të zhduket me vendisimin e popullatës që edhe të njoftohen se nuk ka asnjë lidhmëri. U përmend edhe nga kolegët e mi parafols se vaksina nuk, një nga kolegët e përmendi se ka ndalë vdekjen e shumë smundjeve. Realisht ka ndalë vdekjen e shumë smundjeve që është shumë e vërtet, po edhe gripi I rëndomt myt shumë njerëz. Në brenda vitit myt deri në 1 milion vjet në Evropë. Por a ka ndikuar edhe dilema rreth vaksinës për Covidin, është përfolur shumë atëherë, a ka ndikuar në përgjithësi tek vendisimi I njerëzve negativ apo pozitiv, sepse ka njerëz që prej kohës së Covidit e shohin me skepticizëm çështjen e vaksinimit. Fatkeqësisht edhe ato dilemat që kanë qenë gjatë kohës së pandemisë. Ashtu në anën tjetër sa më të arsimuar të jenë prindrit aq më të rëndësishme shoqë, po. Edhe duke dalë në televizion edhe dhënë emisione ose informacione sharlatan ndryshëm të shëndetësisë, ka këtu dilema rreth asaj, mirë po gjithsesi vaksina është ajo e cila e ngrit imunitetin, e lufton domethënë virusin, e cila e sjell pastaj dobësimin e organizmit nëse nuk vaksinohen, dhe ata persona të cilë janë me smundje kronike dhe probleme të tjera me imunitetin edhe mund të përfundojnë fatalisht ose me fatalitet. Cilat do të jenë to këshillat ose për pacientët ose qytetarët të cilët janë duke na ndëgjuar. Kryesorja është fillimisht kur shkojmë te mjeku të dham informacionin nëse kemi ndonjë alergji. Të saktë. Do të thonë mjeku. A ka rrezik nëse personi është I infektuar paraprakisht dhe nuk e din apo nuk tregon dhe vaksinohet ndërkohë që ai veç është ka marrë një virus. Në fillim të prononcimit nëse e ndëgjuan edhe ndëgjuesit, do të thonë nëse personi vetëm është futur me atë virus, ai imunitetin e fiton, po e fiton me një gjendje pak më të rënduar shëndetësore, po jo që mundet me bodam, me që organizmi në vend se e përmendi profesorit
ti ketë ato temperaturat e larta pa vaksin, me vaksin ato temperatura nuk do të jenë aq të larta. Do ta përballoj këtë gjendje gripoze ose gripin sezonal në një gjendje shumë më të mirë. Pastaj përpos informacionit ose pyetjes të sinqert që përgjigje sinqert që duhet t'i dhënë mjekut është që të ushqehen shëndetshëm gjatë kësaj kohe të para pas vaksinimit. Gjithmonë është rëndësishme si të ushqemi, po sa kemi mundësi. Lëvizjet ose shetit në ajër të pastër. Pastaj aerosja e ambientit ku jetojnë. U përmend disa herë nga kolegët, vendosja e maskave nëse veç kemi komunikim me njerëz të cilët qëndrojmë në një vend. E dim se janë infektuar, ose edhe mungesa në vendin e punës. Kjo është shumë e rëndësishme. Në vendin e perëndimit për 2 dhe 3 ditë nuk kërkojnë kjo nuk lente ne doktor kjo fatkeqësisht është temë dhe nuk e di tash për shtetet e rajonit, por në Kosovë kjo është duhet patjetër ata të marrin një certifikat të leje për nëse ai vjen i infektuar dhe infekton edhe 100 tjerë, cili është efekti i këtu kur jemi te pushimi doktor ne e dim që është shumë e vështirë të marrim pushim mjekësor sepse edhe ju doktorët nuk na shkruani fare doktor se është bërë edhe çështje me pagesë që Malir na kushton me ardhmë punë nëse nuk ka bëj një raport mjekësor është bërë për se do të vim në një emision tjetër. Po prandaj s'na livordis. Po dhe krejt në fund është vaksina me që u përmend disa herë u përmend se vaksina është e padëmshme, lusim qytetarët e të gjitha shteteve tani që po flasim po na ndëgjojnë që të vaksinohen pa asnjë hezitim. Po vaksinimi gjithmonë bëhet pas kontrollit nga ana e mjekut. Konsultes me mjekun. Faleminderit shumë doktor që ishe sot në emisionin pa kufi dhe pjesën e mbetur. Edhe përshëndetje edhe për kolegët tanë tri qendat respektive. Gjithsesi do kemi edhe pak kohë për të folur edhe me doktorin në studion e Radios Tiranës. Jahu? Po faleminderit mirë vete, nuk e di sa kohë kemi sepse nuk e di se sa e ka edhe me medaliu pjesën e dytë të bisedës, por gjithsesi unë mendova që ta përfundu apo me doktorin. Po ne përfunduam, ja mundesh deri. Okej, faleminderit. Faleminderit. Okej. Vazhdojmë bisedën pra me doktor Dritan Ulqinagun. Doktor, në studet tjera ju e përmendet, por u cek edhe vetëdijsimi, domethënë ndërgjegjësimi që i themi ne këtu, a bëhet në shkallën e dur dhe ka ndoshta edhe shumë mënyra për të shkuar deri tek pacienti, ai që ka nevojë, domethënë si është ky realitet në terren. Gjithmonë ka vend për përmirësim. Unë do të thojë që ne nuk jemi aty ku duhet. Do ishte të ishte më mirë sepse shëndeti publik është një nga armët e forta të shëndetësisë dhe drama më e madhe në aspektin human ka ndodhur te ky sektor, pra ne kemi shumë mungesa të specialistëve në mbar vendin dhe këto mungesa automatikisht reflektohen edhe në promocionin shëndetësor, që të depërtoj aty ku duhet të jetë, në aty siç duhet të jetë dhe me zërin që ka besueshmëri. Sepse është ndryshe të përsëri informacion shëndetësor një mjek i kualifikuar i fushës përkatëse një pediatër, një kardiolog, një pneumolog, dhe ndryshe si thua, një profesionet të tjera që ndoshta nuk e ka cekur mjekësinë. Pra ne kemi disa mungesa që nuk e di se kur do filloj të mbushen në mënyrën cilësore të duhur. Nga ana tjetër, pa diskutim, ne që kemi ngelur mundohemi me mishe me shpirt që ta realizojmë misionin tonë duke shfrytzuar çdo mundësi që na jepet, pa diskutim që kemi edhe një buxhet të caktuar. Mundohemi të bëjmë fletpalosje sa më shumë, mundohemi që t'i shpërndajmë, mundohemi që të kemi një gjuhë sa më të pranueshme, sa më të thjeshtë, sa më të kuptueshme. Mundohemi që të kapim individet kyç të besueshmërisë që kanë në komunitetet të caktuara, duke filluar nga komunitetet fetare, duke vazhduar tek njerëzit më me influencë të zonës që mund të jenë mjek të mirë, arsimtar apo të profesioneve të tjera për të biseduar për rëndësinë e mediat sa ndihmojnë, doktor? Mediat ndihmojnë shumë. Mediat është një 10 fishim ose 100 fishim i një zëri të një individi i cili
e bën këtë punë pa median. Media është faktori kryesor i cili na ndihmon. Por për jetër vërtetëse unë duhet të them që në media gjen vend edhe individ jo të duhur. Pra në mediat edhe në mediat kombëtare ne shohim edhe të dëgjohet deri diku në emisione shumë të ndjekur edhe zëri i personave antivaksin, kur statistikisht sidomos kur ishte koha e Covidit. Jo, vazhdojnë akoma, jo më atë forcën e duhur, sepse ndoshta edhe këshëria publikut nuk është aq e ndjeshme, por prandaj po them, media është një armë shumë e fuqishme, por duhet të jepet njerëzve të duhur. Në kahjen e duhur. Në kahjen e duhur. Pra në momentin që ti e jep në një kahje tjetër, mund të bëj dëm jashtëzakonisht madh, dhe dëmi është ndoshta i parishur në shumë raste. Doktor, një gjë mos ta lë të më kaloj në fund, pash kur po navigoja, kur po shija tek profili juaj, ju para pak ditësh, para ndoshta një javë, 10 ditësh kishit bërë promon e një botimi tuaj që titulloi Bazat e biostatikës mjekësore. Ku konsiston ky botimi juaj? Urime një herë, të falenderoj. Është një libër shkollor më tepër për studentët e jam edhe pedagog. E shkencave mjekësore. Unë gjithmonë merrem me statistika, më pëlqen dhe them që është baza e një interpretimi të drejtë shkencor të shumë eventeve. Pra, edhe nëse po flasim për vaksinë dhe nuk dua të iki temës së ditës, ne nga ana statistikore mund të gjejmë se kush është e vërtetë dhe kush nuk është e vërteta nga ana shkencore. Pra, dhe ky libër që unë kam botuar pak a shumë janë bazat e thjeshta që duhet të di një profesionist mjekësor për të dalluar të mirën nga të keqen, racionalen nga jo racionalja, të vlefshën nga jo e vlefshmja, shembullin e dur nga një shembull jo i dur, mallsinë e dur nga mallsinë, një mjek të mirë nga një mjek jo. Statistik bio. Faleminderit shumë doktor Dritan Ulçinaku për kontributin sot në PAKUFI. Dëgjues të dashur, këtu në Tiranë, në studion e Radio Tiranës, unë isha me profesor asistent doktor Dritan Ulçinaku, pedagog në drejtori i Institutit të Shëndetit Publik. Faleminderit edhe një herë, doktor. Po mirë vete? Atëherë po e mbyllim këtu këtë emision PAKUFI. Sot diskutuam për vaksinimin kundër gripit sezonale dhe rëndësinë e vaksinimit në përgjithësi. Në studion e Radio Kosovës falenderojmë shumë doktor Valdet Hashani, në studion e Radio Tiranës doktor Dritan Ulçinaku, në studion e Radio Shkupit doktor Visar Muqaj dhe në studion e Radios Malizi doktor Kristian Lulxhuraj. Faleminderit shumë edhe juve kolegë Jahu Marxheka, Mehmet Ali Yusufi e Diana Dukaj, edhe unë Mirvete Uka, ju përshëndes nga studio e Radio Kosovës dhe miru dëgjofshim në takimin tonë të radhës të njëjtën tjetër. Mirë dëgjofshim. Mirë mbeq.